Neve gjithë emër më të bukur, emri shqiptar. Neve gjithë krenarit që të luftojnë dhe fenomenave të kësabur. Nga veriun ju, nga linjën të rëmin. Ashtë e vërtet, janë nëne 3 vajzave, janë 2 shqiptare dhe nëne 3 vajzave shqiptare. Dhe janë këtu në mesin tuaj çdo natë për gjashtë shumë të madhe. Du t'i siguroj fëmijëve të mi, fëmijëve tuaj, një të tashmë të sigur dhe një të ardhme të ndriton. Për herë të parë, historinë e këtij vendi, asa kena mundësi me tregu historinë. Ka vërshu në të rrugë një lumin, një popull i madh njerëzish, që do pëllen male, fushë, kodra pa prek. Ka kalu për te kufive, për te diasporës, për te oqeani, vetëm për një gjatë madhe, që është ky vend, Shqipëria e shqiptarëve. Do zame delta vendit. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e re, sa të pas ka një ftyrë të mrekullueshme. Shikoni ato që keni në krah, gjithë janë kokë lartë, gjithë janë qeshëm, gjithë ngen njeri, gjithë ka fillu me ndrit ftyra. Kjo është ftyra, ku do në rrit, flit e mi, flit tuj. Do me janë në gjatë frime. Se di pse, te më pa fanë ka flasë që Shkodrane, aty ku i kam ruaj, se ta e... Flite, prej diq, që ka rënë një pandemia madhe, ka fillu diku me një rjoll, një zvenes, po një pandemi që preku shqiptar, pastaj ka lejtë për te kufinve, ka lejtë dhe në Amerikë, dhe kjo është pandemia e tis laburit, një pandemi që s'ka asë një lloj vaksine, për ka veç një kur, një kur me një hershme, Rama i, Berisha i. Veç një zjarë. Skove shqiptar, nësë unë një kokë, nësë u dërzoni, nësë u përqani, s'ka me kene lejtë, por të shesh kena në nejtë, dhe nga di që gjithë kena me kanë bashkë, dhe ajo që po kërkoni, ajo që po kërkojnë, të marrë si tonë për gjithë ne.